Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha mbështet idenë e daljes së opozitës me një kandidat të përbashkët për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, por thekson se kandidati duhet të jetë një personalitet politik me program të qartë kundër politikës së narkoshtetit. Ai kritikoi gjithashtu edhe procesin e votimit në burgun e Elbasanit dhe komentoi çështjen me Gonikëll. Në një reagim të fundit, kreu demokrat Sali Berisha u shpreh i gatshëm për të pranuar propozimin e kryetarit të Partisë së Lirisë Ilir Shehaj për një kandidaturë të përbashkët të opozitës për Bashkinë e Tiranës. Berisha tha se mbështet plotësisht idenë e bashkimit të forcave opozitare për këtë post, por shtoi me forcë se kandidati duhet të jetë një figurë politike me program të qartë që të përballet me batërdijen e krijuar nga politika e narkoshtetit. Që për dalë partitë opozitare me një kandidat, këtë e mbështes plotësisht, por që të pretendohet të zgjidhet kryetari i Bashkisë Kryeqytetit një njeri jo politik, këtë nuk kam dëgjuar ndonjëherë. Një gjë të tillë nuk kam dëgjuar, sepse ai të paktën do të ketë një program në të cilin çmonton të gjithë batërdinë që u bazuar në politikën e narkoshtetit u bën në Tiranë. Nuk di se ç'në kuptohet me kandidat apolitik, nuk e kam shumë qartë, po për një kandidat nga të përbashkët plotësisht e drejtë, si sugjerim. Ai kritikoi ashpër procesin e votimit në burgun e Elbasanit, duke cilësuar si një farzë elektorale dhe duke përmendur figurën e Sara Mile, të cilën e quajti njeriu më i adhuruar në atë burg. Kjo është pjesa e votimit të burgut të Elbasanit, në të cilën Sara Mile, famozja Sara Mile, është njeriu më i adhuruar në burgun e Elbasanit. A mund të imagjinoni ju, nga 102 votat vlefshme e adhuruara, pafundësisht Sara Mile merr 92 vota. Fjalën e tij, Berisha nuk la pa përmendur edhe çështjen e ish agentit amerikan me Gonikëll, duke treguar shqetësimin e tij për zhvillimet politike dhe juridike në vend. I kam deklaruar dhe i deklaroj Edi Rams se dy gjëra nuk do t'i ndahen gjerditë e fundit të jetës tij. Dy gjëra. E para, djegësi i Tiranës. E dyta, me Gonikëll. Pastaj është një listë e tërë mbrapa. Avokati i Ilir Metës, Kujtim Çakrani, depozitoi kërkesën për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest në burg duke argumentuar shkelje procedurale dhe vonesa në procesin hetimor. Meta akuzohet nga SPAK për korrupsion, falsifikim dhe pastrim parash në lidhje me dosjen Qes Diaz dhe lobimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në gjykatën e posaçme antikorrupsion shqyrtohet kërkesa e avokatit të ish-presidentit Ilir Meta, Kujtim Çakrani, për ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest në burg në një mas më të butë. Mbrojtja ka dorëzuar në sekretari kërkesën me argumentin se janë kaluar afatet ligjore për hetim, pasi nga nisja e hetimeve kanë kaluar mbi 8 muaj dhe SPAK nuk ka ofruar informacion 2 mujor mbi procesin. Në mbështetje të kërkesës janë paraqitur edhe vendimet e Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, duke përfshirë edhe dosjen Gullçi, si rast të ngjashëm që dëshmonte nevojën për respektimin e afateve dhe të drejtave të pandehur. Pak ditë më parë, SPAK ka komunikuar zgjatjen e afateve të hetimit në këtë proces, ndërkohë që akuza ndaj Ilir Metës dhe deputetes Monika Kryemadhi janë formalizuar me afatet e përcaktuar ligjore. Ilir Meta akuzohet për vepra penale të korrupsionit pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike, falsifikim të vulave, stampave ose formularëve dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Akuzat lidhen me çështjen e Qes Diaz, lobimet e ish LSI-s në Shtetet e Bashkuara dhe operacionet financiare të ish bashkëshortëve Meta Kryemadhi. Këshilli i Ministrave ka miratuar një akt normativ për ndryshim në buxhetin e vitit 2025. Plot 11.8 miliard lek ose rreth 118 milion euro do të rialokohen për të fuqizuar sigurinë digjitale, bujqësinë dhe infrastrukturën kombëtare, pa ndikuar në rritjen e deficitit buxhetor apo të borxhit publik. Qeveria shqiptare ka miratuar një akt normativ për riçikimin e buxhetit të vitit 2025 duke rialokuar fonde në masën e 11.8 miliard lekëve pas një analize të performancës pesëmujore të zbatimit të projektit publik. Sipas Ministrisë së Financave, kjo ndërhyrje synon përdorimin më efikas të fondeve publike dhe orientimin e tyre drejt prioriteteve strategjike, pa ndryshuar as nivelin e deficitit buxhetor që mbetet 68.1 miliard lekë dhe as borxhin publik. Rreth 5.6 miliard lekë do të shkojnë për forcimin e sigurisë digjitale, investime në infrastrukturën
kombëtare dhe për rritjen e qëndrueshme ekonomike. Një tjetër masë e rëndësishme është krijimi një skeme të re të garancisë sovrane për sektorin e bujqësisë me një fond për 3 miliard lekësh. Kjo skemë do të ndihmojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që të kenë më shumë akses në financime dhe të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese. Ndërkohë, një pjesë e fondeve do të shërbejnë për modernizimin e teknologjisë së informacionit në administratën publike, duke përmirësuar cilësinë dhe efikasitetin e shërbimeve për qytetarët. Sipas qeverisë, ky rialokim nuk sjell asnjë barrë të re mbi financat publike dhe respekton tërësisht objektivat fiskale të përcaktuara në fillim të vitit. Unioni i gjyqtarëve kërkon shfuqizimin e nenit të ligjit të vitit 2023 që rishikoi pagat e administratës duke përfshirë gjyqtarët në një kategori me koeficient më të ulët. Gjyqtarët e konsiderojnë këtë si kërcënim për pavarësinë financiare të sistemit të drejtësisë. Kryeministri i përgjigjet me paralajmërim kushtetueses. Padia e paraqitur nga Unioni i Gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese për të kërkuar respektimin e ligjit të reformës në drejtësi të vitit 2016 ka kaluar nga dhoma e këshillimit të seancës plenare. Gjyqtarët kërkojnë shfuqizimin e nenit të një ligji të vitit 2023 që rishikoi pagat në administratë, por i klasifikoi ato me një kategori tjetër me koeficientin 0.36% të pagës së presidentit të Republikës, duke sjellë një ulje efektive tek rrogat e tyre. Ky ndryshim është parë nga gjyqtarët si një sulm ndaj pavarësisë së tyre financiare, e cila sipas tyre është një parakusht themelor për funksionimin drejtësisë së pamshme dhe të lërisë nga ndikimet politike. Kryeministri nga ana tjetër ka dhënë një reagim të fortë duke paralajmëruar gjykatën kushtetuese për kujdes në interpretimin që mund të cënojnë ekuilibrat kushtetues. Drejtoresha e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj në një deklaratë të posaçme interpretoi mesazhin e kryeministrit duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së autonomisë së gjykatës, por edhe nevojën për një dialog të hapur ndërmjet institucioneve. Në nivelin e presionit, janë deklarata të zakonshme që ne jemi parë nga gjithë palët që përfshihen në proces. Përfshihen mediat dhe konsideroj dhe duan ta citoj, sepse ndonjëherë jeni ju të medias që jepni zë më shumë se duhet ndonjëherë mendimet dhe opinionet që jepen për vendimet tona. Megjithatë, për sa kohë kjo vjen në kuadër të lirisë së medias, të lirisë të shprehjes, kjo është një vlerë e shtuar dhe unë jam një partizane dhe vetë. Kështu që atë që ne çmuam të rëndësishme, pra detyrim ndaj publikut për ta informuar dhe për të garantuar funksionin tonë pavarësishëm ne e kryejmë. Pjesa tjetër mbetet për mënyrën se si secili nga pushtetet mendon të veprojë dhe e sheh detyrën e tij. Po për ne kjo është pjesa e rëndësishme. Në ditët në vijim pritet që seanca plenare të shqyrtojë në detaje këtë çështje që mund të ketë pasoja të rëndësishme në pavarësinë e sistemit të drejtësisë dhe për financat e gjyqtarëve në vend. 3 punonjës të forcave të posaçme Shqiponia janë pezulluar nga detyra me urdhër të gjykatës së Tiranës pasi dyshohet se kanë ushtruar dhunë ndaj një qytetari gjatë një ndalimi rrugor. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka nisur hetimin për veprën penale, kryerja e veprimeve arbitrare në bashkëpunim. 3 efektiv të forcave të posaçme Shqiponia janë pezulluar nga detyra me vendim të gjykatës së shkallës së parë në Tiranë pas një ngjarje të ndodhur në 8 maj 2025 ku ata dyshohen se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj një qytetari gjatë një ndalimi në rrugë. Bëhet fjalë për Exon Toskajn, Denis Gërdecin dhe Elis Noton, të 3 me gradën inspektor dhe me detyrë trup shërbimi pranë forcës Shqiponia. Sipas agjencisë së mbikëqyrjes policore, rreth orës 19:30 datës 8 maj ata kanë ndaluar për kontroll një automjet drejtuar nga një qytetar me iniciale me të cilin situata ka degeneruar në konfrontim fizik. Si pasojë e incidentit, drejtuesi i mjetit është dërguar në Spitalin Universitar të Traumës për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa hetimet kanë vijuar në mënyrë të pavarur nga AMP-ja, e cila e referoi çështjen në prokurori. Gjykata vendosi pezullimin e menjëhershëm nga detyrat të 3 efektive, të cilat tani përballen me akuzën kryerje veprimeve arbitrare në bashkëpunim, një vepër penale që sanksionohet nga Kodi Penal shqiptar që lidhet me tejkalimin e kompetencave nga ana e punonjësve të rendit publik. Në një deklaratë zyrtare, agjencia e mbikëqyrjes policore thekson se mbetet e angazhuar për të garantuar zbatimin e ligjit dhe integritetin e uniformave blu, duke inkurajuar qytetarët të denoncojnë çdo abuzim apo shkelje të ligjit nga ana e strukturave të sigurisë. Në gjykatën e posaçme u shtyi procesi gjyqësor ndaj të pandehurve Plaren Dervishaj dhe Julian Meçaj për shkak të mungesës së disa dëshmitarëve kyç si dhe avokatëve mbrojtës. Trupi gjykues pezulloi afatet e paraburgimit dhe caktoi seancën e radhës për 27 qershor.
Procesi gjyqësor ndaj Plaren Dervishajt dhe Julian Meçajt i zhvilluar këtë të premte në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u shtyp për një datë tjetër për shkak të mungesës së dëshmitarëve dhe avokatëve të mbrojtës. 4 dëshmit u paraqitën për të dëshmuar në sallën e gjyqit Halit Valteri, Klodiana Shyti, Aida Spathiu dhe Enver Shaba, por një pjesë tjetër e rëndësishme e dëshmitarëve të caktuar në këtë seancë munguan, mes tyre Bashki Maloku, Arjan Ndoi, Miti Prifti, Genci Maloku, Luan Mata, Vullnet Muça dhe Aleksander Laho, të gjithë të thirrur nga trupi gjykues ku nuk u paraqitën në gjykat. Ndërkohë, mungesat u zgjeruan edhe në radhët e mbrojtjes ku avokatët Isuf Shehu, Ilia dhe Gerta Doriani nuk morën pjesë në seancë. Si pasojë, gjyqi u shtypur në datën 27 qershor, ndërkohë që u pezullua përkohësisht edhe afatet e paraburgimit për të pandehurit, siç parashikohen në raste të tilla nga ligji. I pranishëm në sallë ishte edhe i pandehuri Plaren Dervishaj, ndërsa mungoi Julian Meçaj, i cili për arsye ende të paqarta nuk mori pjesë në këtë seancë. Dy të pandehurit Dervisha dhe Meçaj u ekstraduan nga Dubai në gusht të vitit 2024 për llogari të prokurisë së posaçme antikorrupsion. Ata ishin shpadur në kërkim ndërkombëtar pasi ndaj tyre gjykata e posaçme kishte caktuar masën e arrest me burg nën akuzat për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, kryerje e veprave penale nga grupi strukturuar kriminal dhe organizatë kriminale. Procesi gjyqësor konsiderohet me interes të lartë publik për shkak të lidhjeve të pretenduara të pandehurve me element të krimit të organizuar dhe me akuzat e ngritura nga SPAK. Gjyqi pritet të rifillojë në 27 qershor, ku pritet që të jenë pranishëm dëshmitarët e munguar dhe avokatët mbrojtës. Harta e përhapjes së murtajës ruminantëve të vegjël në Shqipëri vijon të zgjerohet. Sipas të dhënave zyrtare nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, numri i vatrave është rritur në 7, ndërsa po azgjësohen me urgjencë të gjitha krerët në 5 prej tyre. Janë kontrolluar afro 1000 ferma dhe autoritetet paralajmërojnë masa të rrepta për frenimin e përhapjes së sëmundjes që rrezikon rënd sektorin e blegtorisë. Situata me murtajën e ruminantëve të vegjël, një sëmundje ngjitëse e cila prek dhenë dhe dhitë, është në përshkallëzim. Nga 4 raste të konfirmuara, tashmë autoritetet bëjnë të ditur se janë zbuluar dhe 3 vatra të reja, duke e çuar në 7 numrin e fermerëve të prekur në të gjithë vendin. Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve konfirmon se në 5 prej vatrave janë marrë masa ekstreme për azgjësimin e të gjithë krerëve të kafshëve të imta. Sipas protokolleve standarde veterinare me qëllim izolimin dhe frenimin e shumë të përhapjes, autoriteti u bën thirrje të gjithë blegtorëve të respektojnë rregullat strikte të vendosura, të mos lëvizin kafshët nga fermat, të ndalojnë çdo shitje ose blerje të gjës së gjallë dhe të respektojnë masat e biosigurisë duke shmangur kontaktet me ferma të tjera, që për fillimit të monitorimit intensiv janë kontrolluar 983 ferma në një total prej 164.803 krerësh dhenë dhe dhi. Kontrollet kanë përfshirë vizita klinike, analiza laboratorike dhe mbikëqyrje të përditshme në terren. Në të gjitha vatrat kur zbuluar prania e sëmundjes janë vendosur më njëherë 2 zona sigurie, një zonë mbrojtur me një perimetër prej 3 kilometra rreth vatrës, si dhe një zonë mbikëqyrjes më të gjerë, 10 kilometra nga çdo vatër identifikuar. Ekspertët e veterinar paralajmërojnë se murtaja është një ndër sëmundjeve më shkatruese për blegtorinë, pasi përhapet me shpejtësi, shkakton vdekshmëri të lartë dhe pasoja të rënda ekonomike, veçanërisht për blegtorët që mbështesin jetesën e tyre te kafshët e imta. Hetimet janë në vijim për të përcaktuar shkakun e shpërthimit të vatrave të para dhe rrugët e transferimit të virusit, ndërsa strukturat vendore janë në gatishmëri të plot në të gjithë vendin. Policia e shtetit ka ndërmarrë një aksion të gjerë kundër kultivimit të lëndëve narkotike në qarkun e Shkodrës, ku janë zbuluar dhe azgjësuar mbi 12 bimë dhe fidan kanabis në zonat të thella e të pyllëzuara. Aksioni është shkryer në mbështetje nga ajri dhe do të vijojë edhe në ditët në vijim, ndërsa po intensifikohen personat e përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Një aksion i përmasave të mëdha zhvilluar nga policia e shtetit në qarkun e Shkodrës me qëllim goditjen e fenomenit të kanabizimit në zonat të thella malore dhe të pyllëzuara të kësaj zone veriore. Më shumë se 12.000 bimë dhe fidane kanabis janë zbuluar dhe azgjësuar në terren në kuadër të një operacioni që përfshiu forca të shumta policie, si dhe mbështetje nga ajri me dron dhe helikopter për monitorim dhe verifikimin e parcelave të dyshuara. Njësia administrative Pult ishte një prej zonave më të goditura nga ky operacion, ku intensifikuan dhe u azgjësuan mbi 650 bimë
narkotike, ndërkohë që një inxhinier pyes është proceduar penalisht për shpërdorim detyre, pasi dyshohet se ka lejuar në heshtje kultivimin e kanabisit në territorin që mbulonte. Shllaku dhe Temali, dy zonat malore të thella, rezultuan me përqendrim më të lartë të lëndës narkotike, ku zbuluan mbi 11.000 bimë të kultivuara, si dhe 728 fidan të gatshëm për mbjedhje, duke ngritur alarmin për një shtrirje masive të aktivitetit kriminal në këtë qark. Policia ka konfirmuar se operacionet do të vijojnë edhe ditët në vijim, me intensifikim të kontrolleve ajrore dhe toksore, ndërsa strukturat hetimore janë vënë në lëvizje për të identifikuar rrjetin e personave që qëndrojnë pas këtyre kultivimeve të palishme. Burimet nga policia lokale bëjnë me dije se hetimi është rrirë edhe në drejtim të mundësive të përfshirjes së punonjësve të administratës lokale apo të institucioneve që kanë mbikëqyrje zonat pyjore për të zbuluar çdo formë bashkëpunimi apo mbështetje që ka bërë të mundur kultivimin në shkallë të gjerë. Policia e shtetit ka ripërsëritur thirrjen për bashkëpunim me qytetarët, duke theksuar se lufta kundër kultivimit të lëndëve narkotike mbetet një prioritet absolut, veçanërisht në zonat ku për shkak të terrenit grupet kriminale përpiqen të operojnë fshehur nga kontrolli shtetëror. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori i Kosovës për datën 14 qershor 2025 do të karakterizohet nga mot i kthjellët dhe temperatura të moderuara në të gjithë vendin. Temperatura minimale do të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 11 deri në 29 gradë Celsius. Podujev 11 deri në 28 gradë Celsius. Skënderaj 11 deri në 28 gradë. Pej 12 deri në 29 gradë. Prishtinë 11 deri në 29 gradë Celsius. Gjakov 12 deri në 29 gradë. Malishev 12 deri në 28 gradë. Gjilan 11 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj 12 deri në 28 gradë. Kaçanik 12 deri në 28 gradë. Suharek 13 deri në 28 gradë Celsius. Prizren 12 deri në 29 gradë Celsius. Territori shqiptar për datën 14 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperatura të larta në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 35 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 19 deri në 35 gradë Celsius. Kukës 16 deri në 33 gradë. Peshkopi 15 deri në 32 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 35 gradë. Durrës 18 deri në 34 gradë Celsius. Kavaj 17 deri në 34 gradë. Elbasan 16 deri në 35 gradë. Berat 17 deri në 35 gradë Celsius. Korç 15 deri në 31 gradë. Vlorë 18 deri në 34 gradë. Gjirokastër 16 deri në 36 gradë Celsius. Sarand 19 deri në 33 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.